Nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor zhvillohen 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në bazë gjinore. Gjatë kësaj periudhe, institucionet politikane dhe organizatat flasin më intensivisht për këtë problem shoqëror, që nuk e merr vëmendjen e duhur gjatë pjesës tjetër të vitit. Në shenjë sensibilizimi, godina e institucionit ligjvënës u driqua portokalli, ndërsa deputetët nga Komisioni për Mundësi të Barabarta të Femrave dhe Meshkujve zhvilluan fushat duke shpërndar fletushka me informacione sensibilizuese. Por krahas fushatave dhe aktiviteteve sensibilizuese, a janë numrat alarmante të dhunës gjinore një thirrje bërtitëse për efikasitet më të madh të sistemit për t'i mbrojtur gratë? Në Maqedoninë e Veriut çdo vit denoncohen mbi 1000 vepra penale të dhunës në familje. Sipas statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, vetëm gjatë vitit paraprak, 911 gra kanë qenë viktima vetëm të dhunës në familje. Nga gjithsej 1087 raste të veprës penale dhunë në familje, në 1018 raste ushtruesi i dhunës është mashkull, ndërsa në 5 vitet e fundit janë denoncuar 5334 raste, ku në 4990 prej tyre ushtruesi i dhunës është mashkull, ndërsa viktimat të dhunës në familje janë 4466 gra. Thirrjet në SOS-linjen janë të shpeshta dhe të vazhdueshme. Çdo ditë marrim raportime nga gra të moshave dhe plejardhjeve të ndryshme që përballen me forma të ndryshme të dhunës. Përveç dhunës fizike dhe psikologjike, kemi raste të dhunës ekonomike, kontrollit të tepruar, izolimit, kërcënimeve, si dhe raste të dhunës seksuale, të cilat fatkeqësisht raportojnë më rrallë për shkak të frikës dhe stigmatizimit. Shumë gra na kontaktojnë për herë të parë pasi kanë duruar dhunë për një periudhë të gjatë dhe shpesh janë të friksuara dhe të pasigurta për hapat e ardhshëm që do t'i ndërmarrin. Pas raportimit, ne kryejmë një vlerësim të menjëhershëm të rrezikut dhe i ofrojmë viktimës mbështetje psikologjike, informim dhe orientim për hapat e sigurt. Në varësi të situatës, viktima lidhet me mekanizma të tjerë si policia, qendrat për punë sociale, strehimorët, shërbimet emergjente ose ndihma juridike. Vlen të theksohet se përveç linjës SOS linjës për viktimat dhunës, e cila është falas, ne si Këshill Nacional për Barazi Gjinore kemi edhe këshillimorën tonë, e cila i ofron shërbimet e saj falas për viktimat, pra kemi këshillime falas me psikolog, punëtor social si dhe me jurist. Në vazhdimsi ne përcjellim procesin me kujdes, duke mbështetur viktimën në marrjen e vendimeve dhe duke ndihmuar të ndërtojë një plan sigurie. Gjithçka pra bëhet në mënyrë konfidenciale, me mbështetje emocionale dhe me fokus të plotë te mirëqenia dhe fuqizimi i viktimës. Dhuna psiqike është më e përhapura sepse shpesh është e padukshme dhe normalizohet në mjedise ku kontrolli, nënçmimi apo kërcënimi shihen si pjesë e konfliktit familjar. Shkaku kryesor lidhet me kulturën e pabarazisë, me modelet e mësuara të komunikimit agresiv dhe me mungesën e edukimit emocional. Viktimat pra shpesh nuk e kuptojnë menjëherë se ajo që po e përjetojnë është dhunë, gjë që e lejon agresorin të forcojë kontrollin. Kjo dhunë fillon gradualisht me kontroll, xhelozi, shantazh emocional, nënçmim, izolim dhe kërcënime të vazhdueshme. Psikologja Azra Milaimi Regjepi, operatore në SOS-linjën për mbrojtje të viktimave të dhunës, thotë se çdo ditë marrin raportime nga gratë të cilat përballen me forma të ndryshme të dhunës. Dhuna psikike është forma më e shprehur e dhunës sipas statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Vetëm në 5 vitet e fundit ka më shumë se 3200 ankesa në vit, ndërsa në vitin 2023 ka më shumë se 4000 raste. Raporti i revizionit shtetëror i publikuar në gusht të këtij viti, që tregon efikasitet të pamjaftueshëm të sistemit për mbrojtjen e grave viktima të dhunës, thekson se sfidë për sistemin mbetet edhe kriminalizimi i pamjaftueshëm i dhunës psikologjike. Dhuna psiqike shumë shpesh përshkallëzohet në dhunë fizike ose seksuale. Ajo krijon terrenin ku viktima humbet vetbesimin, ndjen aftësi të kufizuara për të vepruar, si dhe agresori në këtë rast e fiton pra kontroll të plot ndaj viktimës. Në praktikën tonë, shumica e rasteve të dhunës fizike kanë pasur histori të gjatë dhune psiqike që ka kaluar pa u trajtuar.
Ky problem është shumë dimensional. Së pari kemi boshllëqe në sistemin institucional, pra kemi procedura të ngadalta, mungesë koordinimi mes policisë, qendrave sociale, shëndetësisë dhe gjyqësorit. Së dyti, ende mungon trajtimi i duhur i dhunës psiqike, e cila shpesh shihet si më pak serioze se tjerat, edhe pse efektet e saj janë po aq në mos më shumë të dëmshme. Së treti, normat shoqërore vazhdojnë të tolerojnë modele të pavarësisë gjinore, ku dhuna shihet si çështje private dhe jo si krim, pra viktimat përballen me frikën, turpin dhe mosbesimin në sistem, ndërsa agresorët, siç e dim shpesh në shtetin ton mbeten të pandëshkuar, dhe kjo pra na çon drejt numrave alarmant, të cilët reflektojnë jo vetëm realitetin e dhunës, por edhe sfidat sistemore në adresimin e saj. Numri dhe shpërndarja e strehimoreve dhe qendrave të këshillimit për viktima të dhunës me bazë gjinore nuk përputhet me standardet e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Sipas raportit të njëjtit për revizion, në përputhje me numrin e banorëve, në vend duhet të ketë 184 shtretër në strehimore, por janë vendosur vetëm 67, apo 2 herë më pak. Nga 19 këshillimoret e nevojshme janë themeluar vetëm 11.